Edhe pse aktualisht ligji për parandalimin e praktikave të pandershme tregtare parashikon se gjoba maksimale për mos respektimin e dispozitave mund të arrijë deri në 20.000 euro për një market të madh, kryeministri Hristian Mickoski edhe sot i kërcënoi se do të ndëshkohen më ashpër nëse veprojnë kundër interesave të qytetarëve dhe i rrisin çmimet në raftet e marketeve. Ai paralajmëroi se deri në mars do të ndryshohet niveli i gjobave dhe ato do të jenë 10 herë më të larta ose deri në 200.000 euro. Nuk dëshiroj të konfirmoj apo të mohoj nëse disa nga marketet që aktualisht janë në hetim nga institucionet ishin të përfshira dhe në rastin e bashkimit në kartel. Mickoski konsideron se institucionet nuk e humbën mundësinë të tregojnë vendosmëri, sepse vetëm simbolikisht me nga 50.000 euro i kanë gjobitur 4 marketet kartel, edhe pse sipas ligjit mund t'i gjobisnin në 10, 20, 30 herë ose edhe më shumë qindra mijëra ose madje miliona euro. Unесувањето на ова влада е да има најпрвен порака на опомена. Односно, да видиме дали тие се свесни и дали ќе се коригираат. Гледаме дека тие 2-3 ланци на маркети не се коригираат. Веќе кога не се коригираат, како велат нашите поискусни и повозрастни велат, на човек со сила не можеш да му дадеш. Така што ако тие не може да ја препознаат пораката и упорно нивен главен интерес е профитот на сметка на граѓаните, тогаш ние како влада и како институции немаме друга опција освен да ги заштитиме интересите на граѓаните. Sipas Mickoskit, kur zhvillohet biznes, duhet që të gjithë të përfitojnë, ata, qytetarët dhe shteti, por disa markete duke përdorur praktika të pandershme tregtare përfitonin vetëm vetë. Тоа што порано беше некаков процент во форма на работа или не знам, денеска е маркетинг услуга за истражување на пазар и така натаму. И тоа полека, но внимателно го документираме и го следиме. Кога ќе бидеме целосно подготвени, а мислам дека наскоро тоа ќе се случи, ќе почнеме да превземаме жестоки мерки. Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës, i njohur edhe si antimonopol, pothuajse gjatë gjithë vitit 2025 dhe në fillim të këtij viti kryen kontrolle në markete për të përcaktuar se kush dhe si e shkel ligjin për parandalimin e praktikave të pandershme tregtare.